Gjavit Zariqi dhe Hatigje Bungu në mbledhjen e KPF-s të Mërkurën ja bllokuan kryetarit Agem Aliu propozimin që të nisin procedurat për dhënien e lejes për 3 kate mbi ndërtim kompanisë Dakon, duke thënë se kuvendi komunal nuk ka të drejtë ligjore për të dhënë leje ndërtimi. Por ndryshe nga Bungu, 2 ditë më vonë Zariqi nuk ka votuar kundër edhe në seancën e sotme, ku abstenimi i tij ka qenë vendimtar që PDK-ja dhe anëtarët e tjerë të vegjël të koalicionit të siguronin 18 vota me të cilat kaloi propozimi që komuna të vlerësoj 14 ari që ja ka marrë Dakonit në Nikadin për nënkalim dhe në këmbim t'ja lejoj 3174 metra katror shtesë. 11 asamblesë votuan kundër, ndërka 3 abstenuan, përfshirë Zariqin. Drejtori i Gjeodezisë dhe Kadastrës Sabrim Murseli e ka paraqitur pikën në kuvent si vlerësim të pronës private si interes i përgjithshëm publik, por në materialin që u ka dorëzuar mediave dhe kuvendarëve saktësohet qëllimi për kompensim të pronës me koeficient shtesë ndërtimi për Dakonin. Kullat nga 22 do të bëhen 25 katëshe. Nuk ka të bëjmë me ndërtimore, nuk ka të bëjmë me favorizim të askujt, thjesht po interesi publik një pronë e cila është marrë nga kjo komunë me projekt që është shkruar prej banorëve të kësaj zone. Ti po thu, jam më shumë interes të gjithë që të materiali po diçka tjetër, kriterët koncentral pak, sinqerisht. Po shumë mirë më të lexoj tash, gjatë që të që e ke shkruar ka bën, sinqerisht po, çfarë halli ki? A vjen mos ka një dikush në obligime, po do tash më kompenzuar me këtë vendim. Para votimit ka pasur përplasje për dhe kundër, derisa kryetari Agem Aliu nuk e ka thënë asnjë fjalë të vetme për këtë pikë, edhe pse është përmendur emri nga pozita e opozita. Letrat po thënë diçka tjetër, unë nuk pres që Sabrim Murselin ka me zonë ditë t'ia shti dorën xhep dikojna. Hajnia bëhet çështo, korrupsioni bëhet çështo. Vedina që për të dytën herë në të njëjtën seancë ka ardhur shkaku që është prezenca jote. Sepse na e dinë që kur i hi kuvendarët këto, kur jete prezent, janë drejtorat, janë kuvendarët, këtë votojnë që ashtu qysh ti kërkan. Në atë e kanë propozat ekzekutive me ka përcy. Mirë për pas ka orë kryetar. Faleminderit kryetar që ka orë dhe për ka përcejmë kismet. E pora, e dyta, a e keni bë ministrinë më apo lën? Apo thunë jo e paleqshme? Që na për ka përcejmë që to? Edhe jo këthenet paleqshme. Shefki Berisha nga Avonet ka thënë se kuvendet komunale nuk kanë të drejtë të japin leje ndërtimi. Kuvendi komunal i Ferizajt, pas një kuvend tjetër komunal nuk ka të drejtë ligjore që të lëshoj leje ndërtimore. As leje të ndërtimore të kategorisë por, as 2 apo të 3. Opozita shpreson se MAPL-ja do ta rrëzojë si të kundërligjshëm vendimin e sotëm.